Ditën e hënë më 22 shtator do të mblidhet Këshilli Bashkiak i Vlorës për caktimin e nënkryetarit që do të ushtrojë përkohësisht detyrën e kryetarit të Bashkisë së Vlorës. Ndërkaq këtë të mërkurë është mbledhur kryesia e Këshillit Bashkiak, e cila ka përcaktuar edhe datën e mbledhjes. Antarëve të kryesisë u është vendosur në dispozicion edhe letra e dorëheqjes së kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Kryetaria e Këshillit Bashkiak Elpiniqi Mërkuri, përpara nisjes së mbledhjes është shprehur në lidhje me tematikën kryesore të saj. Sot në fakt jemi mbledhur për një situatë e cila patjetër që është një situatë e veçantë në llojin e saj, në drejtimet e institucioneve të këtij niveli. Kemi të paraqitur të depozituar në zyrat e Këshillit Bashkiak një kërkesë për dorëheqje nga kryetari aktual i Bashkisë Vlorës, zoti Ermal Dredha, i cili i ka drejtuar Këshillit Bashkiak një kërkesë, të cilën gjithë antarët e kryesisë e kanë përpara. Për sa i përket dispozitave ligjore në fuqi, Këshilli Bashkiak si institucion ka vendosur në dieni prefektin e Qarkut Vlorë si organi kompetent më i lartë i Qarkut, ka vendosur gjithashtu në dieni dhe Këshillin e Ministrave për të vazhduar procedurat e mëtejme ligjore. Sipas rregullores, ky institucion duhet vazhdoj të funksionojë, kështu që na duhet të thrasim një mbledhje jashtrade për t'i dhënë mundësinë provizorisht të njërit prej zëvendës kryetarëve, por që sot gjithë antarët e kryesisë do të diskutojnë lidhur me këtë kërkesë për dorëheqje. Pas gati një orë diskutimesh në mbledhjen e kryesisë së Këshillit Bashkiak, kryetaria Elpiniqi Mërkuri theksoi se mbledhja e ditës së hënë do të cilësohet si një mbledhje radhës e Këshillit Bashkiak, e cila do të trajtojë dhe disa projektvendime të tjera. Pikërisht përveç përcaktimit të nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, që do të ushtrojë përkohësisht detyrën e kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak do të diskutojë dhe miratojë edhe disa projektvendime të tjera, që në total do të jenë 6. Atëre, kjo mbledhje do të trajtohet si mbledhje e radhës në ditën e hënë, pra, e cila do të ketë në tërësitë saj rreth 6 projektvendime që kanë të bëjnë me ndihmën ekonomike dhe me 3 projektvendime tjera për emergjencat civile. Projektvendimi 6 do të jetë lidhur me diskutimin e dorëheqjes së kryetarit aktual Bashkisë Vlorës, në të cilën Këshilli Bashkiak është vënë ndjeni dhe janë bërë gjithë procedurat ligjore të posaçme, është vënë ndjeni prefekti i Qarkut, është vënë ndjeni gjithashtu dhe Këshilli i Ministrave. Ditën e hënë Këshilli Bashkiak do të mundet të marrë vendimin për vendosjen e njërit nga 3 zëvendës kryetarëve të aktual të Bashkisë Vlorës për drejtuar Bashkinë e Vlorës për ditët në vijim deri në momentin që do të kemi një datë zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për datën e zgjedhjeve në qytetin e Vlorës. Kështu që ditën e hënë do të shohim se si do të procedojmë në pjesën e Këshillit dhe cili emër do të drejtojë për mos penguar edhe një herë Bashkinë e Vlorës të vazhdojë punën në të mirë të gjithë qytetarëve të këtij qyteti. Me votim të fshehtë do zgjidhet? Atëherë kjo është një gjë e cila e paracakton ligji, por do të mbetet për të diskutuar dhe kjo ditën e mbledhjes. Këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës pas mbledhjes së kryesisë janë shprehur përmendjat me tone të zbutura, ndërsa thanë se do të respektojnë rregulloren. Atëherë në ditën e do të bëhet një mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak, në cilën do diskutohen projektvendime të cilat janë në rendin e ditës. Përpos kësaj do të diskutohet gjithashtu edhe dorëheqja e kryetarit të Bashkisë, zoti Dredha. Në të njëjtën kohë do t'i parashtrohet edhe Këshillit Bashkiak kërkesa për të përcaktuar një nga nënkryetarët aktual të Bashkisë për të drejtuar Bashkinë e Vlorës deri në përcaktimet ligjore të kodit zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme sa i përket dorëheqjes së zotit Dredha. Qëndrimi i opozitës është zbatimi i rregullores dhe ligjit, vetëm ky do të jetë kërkesa jonë dhe kryefjala jonë në Këshillin Bashkiak, zbatimi vetëm i rregullores dhe i ligjit për përcaktimin e zgjedhjes së kryetarit të ardhshëm, komanduar. Që do të thotë zbatimi dhe vetëm zbatimi i rregullores dhe i ligjit. Atëherë, deri tani nuk kemi një qëndrim politik në të cilin ne do të mbajmë. Do t'i lëm ditës së mbledhjes, në të cilën ditën e mbledhjes do të vendoset nga ana e Këshillit të Bashkisë për të vendosur ose për të saktuar deri në
ditën e zgjedhjeve, një prej zënës kryetarëve të bashkisë në pozicionin e kryetarit të bashkisë. Ditën e hënë do t'i merrni vesh të gjitha. Të hënën pritet mbledhja radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, ku gjithsej do të jenë 6 projektvendime që do të diskutohen dhe miratohen, ndërsa me interes pritet edhe projektvendimi për përcaktimin e nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, i cili do të ushtrojë përkohësisht detyrën e kryebashkiakut pas dorëheqjes së Ermal Dredhës.